me iniciativën e disa të rinjve entuziast, shoqëria kultur-artistike Koha u riaktivizua dhe me aktivitet të saj vazhdon punën deri më sot. Kjo shoqëri ka treguar se i ka mbetur besnike traditës së suksesit, çka vërteton marrja e shpërblimeve të shumta në këtë periudhë. Në vitin 1999 merr vendin e dytë për programin e përgjithshëm në Festivalin e Krijimtarisë Kultur-Artistike në Podgoricë. Në po të njëjtin festival më 2000, vendin e tretë me programin muzikor folklorik, vendin e parë në recitim, vendin e parë për interpretimin e melosit popullor, vendin e parë për shfaqjen e programit muzikor folklorik dhe vendin e parë për çifteli. Më 2001 shoqëria u shpërblye me disa shpërblime individuale. Po ashtu më 2002 vendi i parë me shfaqjen e programit muzikor folklorik dhe shpërblimi për solistën më të re si dhe shpërblimi për lojën malsorçe. Më 2003 shoqëria zën vendin e dytë me folklorin burimor ku dhe me këtë program në të njëjtin vit u paraqit në festivalin kombëtar Gurra Popullore 2003 në Xhilan, u shpërblye me vendin e parë për program popullor, si dhe pjesëmarrja në festivalin mbarkombëtar Rapsha, i cili u mbajt në Vitoj. Në 2004 shoqëria merr pjesë në festivalin Oda di Vrane në Peshkopi, ku nxën vendin e parë me valle humoristike. Shoqëria kulturore artistike Koha Dinosh Malizi. Shoqëria kulturore artistike Koha Dinosh Malizi. Me 2005 festivali i Valles Dyshe në Librazhd. Festivali i Valles Dyshe në Librazhd është një festival mbarkombëtar i cili tashmë është bërë tradicional fal mjeshtrit të madh të Valles, të ndjerit Sadi Halili, i cili ishte edhe udhëheqësi i grupit folklorik të Librazhdit. Nuk mund t'i anashkalojmë as raportet e shkëlqyera që i kemi me këtë grup dhe respektin që kemi ndaj njëri tjetrit. Fakti se në këtë festival morëm pjesë 4 herë deri tani, me 2005, 2007, 2010 dhe 2012, tregon edhe afërsinë dhe miqësinë që SHK Koha dhe grupi folklorik i Librazhdit kultivojnë. Dhe ansambli radhë për Koha Dinosh nga Tuzi Mali të Zi. Përshëndetje. Përshëndetje. Përshëndetje dhe juve. Si po ju duket festivali? Shumë mirë, shumë bukur. Sa më rrim nga Mali i Zi, do më thë për fillim, shumë bukur shifet, ambienti shumë i mirë dhe i pregaditur. Është viti i parë që jeni pjesëmarrës? Nuk është hera e parë që vim këtu, kjo është e 4-ta herë që marrim pjesë. Me kënaqësi kemi ardhur kësaj herë, si çdo herë me mikpritje, me gjithat respektet e këtij popullit këtu që erdhën. Manifestimi kulturor i cili zhvillohet në Bursa është manifestimi kryesor i vitit në këtë qytet.
Ky festival mbahet në disa skena të vendosura në komunat të ndryshme të qytetit dhe ka karakter revial. Në këtë manifestim ishin të pranishme 12 shtete. Vlen të ceket se në manifestimet kulturore të Bursës morën pjesë 3 herë me 2009, 2011 dhe 2012. Ajo që e karakterizon këtë krahin është fakti se jeton një numër i madh i shqiptarëve. Shumë herë nga prania e madhe e spektatorëve shqiptar fitoi përshtypja se gjendemi në Shqipëri ose Kosovë. Përveç shfaqjeve, pjesëmarrësit në këto festivale kanë mundësi ta shijojnë edhe bukurinë e Bregdetit mjaft atraktiv të Turqisë. Me 2011, festivali i madh internacional në Gaziantep, Turqi. Vend të veçantë në historikun e SHKA kohës nxën edhe pjesëmarrje në festivalin botëror folklorik, i cili u mbajt në qytetin më lindor të Turqisë, pikërisht në Gaziantep, vendit të baklavës dhe kebapit më të mirë në Turqi. Ky qytet gjendet rreth 1300 km larg Stambollit. Festivali në fjalë është i vlerësuar nga kritiket ndër festivalet më prestigjioze dhe më renome ndërkombëtare. Këtë e tregon edhe fakti se vetë kryebashkiaku i këtij qyteti me rreth 1 milion banor është përkujdesur për organizimin dhe mbërvajtjen e festivalit. Krahas shteteve me një folklor shumë karakteristik si Meksiko, Qipro, Siria, Turqia, Gjeorgjia e tjera, SHKA koha ishte grupi i vetëm, jo veç nga Malizi, por edhe nga krejt Ballkani, që mori pjesë. Në periudhën prej vitit 1998, shoqëria ishte shumë aktive. Kështu që disa antarë të shoqërisë ishin pjesëmarrës në festivalin gjithkombëtar folklorik në Gjirokastër, në festivalin për fëmijë në Shkodër dhe në festivalin folklorik të Lezhës. Gjithashtu, shoqëria kulturo-artistike Koha vizitoi disa qytete të Kosovës dhe organizoi shumë koncerte në qytete të Malit të Zi. Koncertet që duhet dalluar janë ai në Ostros, që të bojë një numër të madh krajanësh, si dhe ai në Katërkoll, ku për shkak të interesimit të madh, u detyruam që koncertin ta shfaqim 2 herë. Të bukur kemi gjuhën, më të bukur emër, gëzuar kombi im, të tojmë me gjithë zemër. SHKA Koha gjatë kësaj periudhe po ashtu merr pjesë në shumë aktivitete të lira kulturore dhe humanitare. Ndërto veçojmë koncert humanitar për bashkëkombësit tonë të ikur nga lufta e Kosovës në vitin 1999, vizita kompleksit memorial të familjes Jashari në Prekaz të Drenicës në vitin 2002. Organizimi i kremtimit të festës së flamurit prej vitit 2005 deri me 2011 në bashkëpunim me disa shoqëri kulturo-artistike nga Malësia. Kremtimi i 25 vjetorit të formimit, manifestim i mbajtur në Sukruq. Mysafir ishin disa shoqëri kulturo-artistike nga Malësia.
Pjesëmarrja në inkluzimet e programit të radio-televizionit të Kosovës në vitin 2010. Pjesëmarrja në inkluzimet e programeve festive të televizionit të Malit të Zi dhe të televizionit Boeing. Pjesëmarrja në aktivitete me rastin e festave fetare të dy konfesioneve. Organizim i koncerteve vjetore në bashkëpunim me Qendrën Kulturo-Informative Malësia në Tuzë. Pastrimi i brigjeve të lumit Cem në bashkëpunim me disa shoqata tjera ekologjike, pastrimi i pullazit të shkollës fillore të Dinoshës nga Debora në vitin 2012. Shënimi i 100 vjetorit të pavarësisë së Shqipërisë, me që rastu organizua një aktivitet modest së bashku me qytetarët e Dinoshës me rrethin dhe në majën e thepisur të malit Sllu u vendos flamuri kombëtar si simbol i të gjithë shqiptarëve dhe si një tregues i mbijetesës shekullore të kombit tonë në këto troje. Shamria deri në Kosovë, nga urqini në Tetov nën Shqipëri, mos ke frikë se të gjithë jemi kreshnik. Jo është klith mati flamuri ku gjezi, ëndra e pashuar në shekuj e çdo shqiptari. Kam respekt sot që gjendem këtu në mes juve, në majtën e maleve, në trojë shqiptare, pull e prum, flamurin kombëtar shqiptar, që të valoj. Shoqëria momentalisht numëron rreth 50 antar dhe vepron në drejtim të ruajtjes sa më origjinale të traditës burimore shqiptare dhe zakoneve të ndryshme të shfaqura me lojë në skenë. Shoqëria kultur-artistike Koha shkon drejt profesionalizimit sa më të madh, kështu që prej vitit 2000 ka angazhuar koreografin profesional nga Shkodra, profesor Aldo Nika, i cili me organizimin dhe zgjedhjen muzikore të Samir Beçaj punoi koreografi të reja, të cilat për herë të parë janë paraqit në skenë. Atëherë është përmend kënaqësi e veçantë për të folur për marrëdhëniet tona, marrëdhënien e ngushtë dhe shumë miqësore. Unë si koreograf me ansamblin, them me ansamblin sepse është gjithë përfshirës Koha Dinosh. Ja vlen t'i kthehem pak të bëj një retrospektiv të viteve më përparshme, atij viti fatlum për mu, them fatlum, viti 2000 kur unë u njoha me udhëhecit e kësaj shoqënie dhe ato më ban një ftesë, natyrisht unë e pranova me shumë kënaqësi. Gjatë viteve që kena punu dhe ju keni për të pas dhe i keni parasysh vallet të cilat kena ndërtu bashkë me këto kërcimtar dhe artistat mrekullueshëm dinoshian, mendum dhe ndërtum spektaklet veçanta të cilat ne i shfaqem këtu në Malzi, në Shqipni, në Kosovë dhe ma gjanë edhe në Turqi si pjesëmarrës në disa festivale. Kisha pas shumë dëshirë edhe me paraqit dhe me vënë duke një fakt jashtëzakonshëm. Më shumë shpesh këtu më thojnë Aldo Dinoshiani. E kam për nerë dhe nëse më thrasin kështu ose nëse më quajnë, sepse unë kam kaq vite që jam këtu e nni veten si një pjesëtar të kësaj familje, këtij komunitetit madh. Në mungesë të një qendre për kulturë apo objekti tjetër adekuat për nevojat e banorëve të Dinoshës të njëkohësisht të kohës, merit e veçantë i takon Shkollës Fillore të Dinoshës, e cila vazhdimisht i ka përkrahur aktivitetet e shoqërisë, duke u mundësuar shfrytëzimin e objektit për të gjitha nevojat e tyre. Shoqëria Koha nga Dinoshës veprote në një vend atëherë ndoshta më konservativ, kur në shumë pyetje angazhimi i femrës, shoqërinë kurtastike edhe veprimtari të tilla si kishte nevojë shoqëria kurtastike. Më kujtohet që para 35 vitesh, më vonë,
disa vite duhet që flasim me prind do një femre për të marrë pjesë. Po për fat mirë gjithmonë kanë hasë mirë kuptim dhe angazhimin e femrës koha angazhion shumë se ka asnjëherë problem. Po të marr parasysh se na dishim gjithë aty që veproshim ta fort kumshi, lakë, mirë po shumë më rëndësishme kanë atëre tash mendoj që udhëheqësia e shoqërisë koha angazhinosha, pra komplet udhëheqësia dhe ata që udhëheqin sektorin kishin një qëndrim ma sekuret ndaj, sidomos ndaj vajzave, dhe asnjëherë nuk ka ndodhur që shoqëri koha angazhinosha dikush mos të jetë i kënaqur. Unë shoqërinë koha angazhinosha jam antare prej femiris, domethënë prej moshës 7 vjeçare, fillova me babain tim, sepse ai ishte antar i shoqërisë koha prej themelimit të kësaj shoqërie. Unë kam shumë kënaqësi që jam në këtë shoqëri, sepse këtu i fillova edhe hapat e parë të karrierës time. Gjithashtu mora shumë eksperiencën nga kjo shoqëri. Shfrytëzoj rastin që gjitha vajzave të propozoj që të merren me këso lloj aktivitetesh, të jenë pjesëtare të shoqërive të ndryshme, sepse është shumë mirë edhe duhet që mos ta harrojmë folklorin, këngën folklorike, kulturën tonë shqiptare dhe gjitha këto. Jam pjesëtare shoqërisë kulturore artistike koha angazhinosha që 8-9 vite, nëse s'gaboj. Më ka pëlqyer gjithmonë kërcimi, domethënë çdo lloj muzike, posaçërisht kërcimet tona popullore. Kam filluar, siç e thash, kur isha në kohën periudhën e gjimnazit. Përveç asaj që më pëlqente të kërcesha, një ndër gjërat që mendoja vlen të jesh pjesë e një shoqërie kulturore artistike janë edhe udhëtimet e shumta edhe pjesëmarrjet e shumta në aktivitete të ndryshme, jo vetëm në Ballkan, por edhe ndërkombëtare. Ku ka gjë më të bukur se të shkosh me njerëzit e vet, me shoqërinë e vet, të kënaqesh, të përfaqësosh popullin e vet, traditën e veta, edhe njëkohësisht kënaqesh edhe shkëmben eksperjenca me njerëzit anë mban botës që bëjnë të njëjtën punë. Planet e shoqërisë në të ardhmen janë që të transformohet në ansambël kombëtar, që tregon edhe repertuari i saj i tanishëm, i cili përmban valde edhe nga trojet tjera shqiptare. Gjatë 35 viteve të ekzistencës së kohës, defiluan gjeneratat. Disa prej tyre më nuk janë mes nesh, disa të tjerë fati i dërgoi në mërkim. Shoqërisë i mbetet tradita, kurse pasuria më e madhe e saj janë të rinjt, që ende me entuziazëm marrin pjesë në të gjitha aktivitetet e saj. Me sukseset e panumërta, shoqëria kulturo-artistike koha angazhinosha dha kontribut të çmuar në afirmimin dhe në emancipimin e të rinjve dhe të rejave nga treva e malësisë, por edhe në kultivimin dhe ruajtjen e vlerave kulturore dhe kombëtare.